Në Shqipëri, mbi 500 fëmijë jetojnë aktualisht në institucione shtetërore. Çdo fëmijë pa kujdes prindëror meriton dhe duhet të ketë një familje. A është kjo një thirrje për ne si të krishterë? Ndihma ose ajo që ne mund të bëjmë si kisha është të mendojmë se si mund kemi një ndikim afatgjatë. Ndihma për një çast është shumë e mirë dhe shumë e dobishme, po jeta e këtyre njerëzve duhet ndryshojë. Mundësitë e tyre duhet krijohen, duhet të kenë një rrezë shpresë dhe ne kemi hapësira për të ndihmuar jetën e tyre, qoftë me përmirësu infrastrukturat që edhe aftësitë e tyre, që ata të dinë dhe të mund të përballen me vështirësinë. Fëmijët pa kujdes prindëror janë aty, duke pritur që dikush të kujtohet për ta. Kujtoj rastin e një vajze, pas ca kohësh, pas ishte stabilizuar me punën, erdhi dhe na takoi dhe tha, mendoja, tha, se do isha kështu në rrugë, por kam mësuar aq shumë gjëra këtu, jam përgatitur aq shumë për jetën, sa që më vjen mirë që ju ndjej se kur jeni prapë pjesë e imja. Ti mund të jesh një familje kujdestare për një periudhë të caktuar. Ti mund të ofrosh mbështetje financiare ose materiale për nevojat e tyre. Ka shumë gjëra që ne mund të bëjmë. Ka përkujdesje me nevojat fizike, bazike, që mund të kenë nevoja ushqimore, apo veshmbathje, apo infrastrukturë e jetës së përditshme. Bëhet fjalë edhe për nevoja psikologjike, emocionale, për një vend ku mund ta ndihmojnë të tjerë dikush për hallin me cilin po përballet ose për brengat që e gryejnë ditë për ditë. Por edhe të jemi të përfshirë në mënyrë aktive, qoftë në asistencën e, për shembull, në rastin e nanave që rrisin, një prind që rrit fëmijët i vetëm ose e vetme, ta ndihmojmë dhe të krijojmë një rrjet mbështetje për të që të mund të eci përpara. Shumë familje përballen me vështirësi që shpesh i ndajnë nga fëmijët e tyre. A mundet që ne të kujdesemi për këta fëmijë dhe të krijojmë kushte të sigurta për rikthimin e tyre në shtëpi? Qëllimi është i qartë. Fëmijët të kthehen pas një kohe aty ku përkasin, pranë prindërve të tyre. Ka nivele edhe më të thella përfshirje, siç është kujdesi i përkohshëm apo afatgjatë, pra familjet, le të themi, kujdestare, që mund të konsiderojnë për kujdesjen për fëmijë që gjenden në një situatë të tillë me mungesë të pjesëmarrëse totale të kujdesit prindëror apo familjar. Pastaj niveli tjetër është birësimi, që do të ishte një akt shumë sublim dhe fisnik, që i krijon mundësi shumë afatgjatë një fëmijë për të rritur dhe për të pas një shans në jetë. Si çdo fëmijë në familje që do të përballet me jetesën jashtë familjes, kanë ato pasiguritë e veta. Megjithatë ne përpiqemi t'i tregojmë që ne do të jemi aty për të kujdesur për ta, derën tonë do ta kenë të hapur, që të kenë mundësi të vinë, të konsultohen, të flasin. Ne jemi gati t'i duartrokasim për çdo sukses, për çdo dhimbje që ata mund të kalojnë. Një nga iniciativat që po prek zemrat dhe jetët e shumë fëmijëve është programi Miq Zemre, një program mentorimi i zhvilluar nga organizata Alumik. Përmes dashurisë dhe vëmendjes, shumë fëmijë po gjejnë shpresë dhe mbështetje emocionale. Ne jemi një grup prej 12 personash, që një pjesë është staf i Alumik, një pjesë tjetër nuk është staf i Alumik, por që jemi nga kisha të ndryshme, në fakt, që çdo javë, një ditë, një herë në javë, marrim secili fëmijë cilët ka në kujdestaria, po i është përkushtuar që të kaloj kohë me ta. Edhe dalim, lëvizim, gjejmë mënyra sa më kreative që të kalojmë jo thjesht një kohë për të kaluar ato orë me ta, por që të jetë një kohë cilësore ku ne të mund të forcojmë marrëdhënien. Dhe përveç forcimit të marrëdhënies, ne të mund të japim prej nesh ato çfarë Perëndia ka vendosur në zemrën tonë. Dhe na bëhet qefi kur ata tashmë e kanë filluar dhe e kanë brendësuar që jemi miq zemre. Jemi shumë të dashur, jemi si një familje për ta, për kujdeset, për kushtohet na do, edhe që nuk do na takoj sot, do na lëri nesër, po do vim prapë na takoj. Edhe një situatë tepër veçantë ka qenë këtë vit,
të kampet, kur njëra nga vajzat, që ne kemi në mentorim, që kujdesemi për të cilën ishte hera e parë në 3 vite që unë e njoh, nuk e kam parë asnjëherë duke qajt. Se kam parë duke qarë asnjëherë. Nuk e kam parë ndonjëherë të tregoj që ajo po preket nga diçka. Këtë vit ishte fëmia që ka qarë më shumë nga gjithë në kampe, për shkak se unë ndje e dashur. Studimet dhe përvoja tregojnë qartë se fëmijët rriten më së miri në një familje. Asnjë institucion nuk përmbush dot atë që vetëm një familje mundet. Por a mund të jetë kisha një familje? Ne jemi thirrur për të dashur të tjerët. Dhe ky është një hap madhështor që ti mund të bësh. Ajo që është jashtëzakonisht e nevojshme për gjitha kategoritë, por sidomos për kategoritë e familjeve me problematika të theksuara, me mungesë kujdesi prindëror apo mungesën totale të prindërve, me këtë kategori, gjaja më e parë që ne kena vure që sjell ndryshim në jetën e tyre është mikpritja. Qoftë mikpritja kur ata vinë në ambientet apo në aktivitetet apo në shërbeset e kishës sonë, qoftë edhe gatishmëria për të mikprit në familjet e tyre, në shtëpiat e tyre, në kontekstin e tyre dhe me tregu një hapje zemre dhe mendje që unë duhet jem këtu për ty, për ju. Dhe që lidhet ngushtë pastaj me pranimin e personave, pranimin e dukurisë, pranimin e kësaj kategorie me zemër të hapun. Sjellim në vëmendje punën e Qendrës Shpresa në Shqipëri, pjesë e Fondacionit Shpresë për Botën, që në vitin 2010 vuri në zbatim projektin e hartuar nga vetë fondacioni për fëmijët e grup moshës 14 deri në 18 vjeç, pa kujdes prindëror. Në Qendrën Shpresa ne përpiqemi të gjithë fëmijëve që përpara se të dalin të kemi një plan integrimi për secilin, që do t'i drejtoj apo do t'i udhëzoj ata drejt shkollave profesionale, drejt universiteteve, për të përmbushur dëshirat apo ambicjet që kanë ata. I inkurajojmë gjatë gjithë kohës që do t'i vi fundi daljes nga institucioni në një moment të caktuar, që kështu ata duhet jenë të përgatitur me jetën, duhet jenë të përgatitur me kërkesat që ka sot tregu i punës. Një studim mbi shërbesat e kishave ungjillore me fëmijët dhe familjet në nevojë tregon se udhëheqësit e kishave raportojnë një nivel të lartë angazhimi nga fëmijët e sënueshëm që frekuentojnë shërbesat e tyre. Kjo thekson potencialin e fortë të kishave ungjillore për të ofruar mbështetje për këta fëmijë dhe të rinj. Gjithashtu studimi tregon problematikat e identifikuara nga kishat, si për shembull, 89% e udhëheqësve të kishave të intervistuar e identifikojnë varfërinë si një çështje kritike me të cilën përballen fëmijët në komunitetet e tyre. 33% thonë se dhuna, abuzimi ose neglizhenca janë shqetësime të mëdha. 29% vërejnë mungesë në të kuptuarin e nevojave të fëmijëve dhe mangësinë e aftësitë prindërore. Kishat të pranishme në pothuajse çdo komunitet po bëhen gjithnjë më shpesh pika e parë e mbështetjes për këto nevoja. Një lloj dashurie që ti e shikon, që unë se kisha besuar që mund krijohet kjo lloj lidhje. Domethënë kur ti e shikon që vinë përqafojnë, kanë ndryshojnë, ta vendos atë dorën dhe të thotë domethënë që të dua shumë një fëmijë që s'ka thënë kur të dua shumë. Kisha sot është në një pozicion unik për të ofruar mbështetje dhe dashuri të vërtetë. Vetëm një individ nga çdo kishë do të lejonte që Perëndia ta përdorte atë për këta fëmijë. Mendoj që nuk do kishte fëmijë pa kujdes prindëror në gjithë Shqipërinë. Ne duhet të fillojmë të bëhemi më të ndjeshëm ndaj çfarë na rrethon. Dhe ndoshta brenda në kishë apo edhe në familjet tona të mëdha, kushërinj, njerëz që njohim që mund të jenë pa kujdes prindëror. Dhe ne si të krishterë që e kemi thirrje dhe nuk e kemi në dëshirë, po është një nga gjërat që Zoti na thret të kujdesemi për jetimet, jo domosdoshmërisht vetëm ata pa prindër, po pa kujdes prindëror. Do thënë, thirrja ime është që edhe për veten time dhe kështu ka nisur në fakt, është që thjesht të bëhemi më të ndjeshëm. Kush është aty
një fëmijë pa kujdes prindëror që ne si individ, si kish, si komunitet mund të kujdesemi. Nxitja ime si individ, edhe si pastor, si besimtar, është kjo. Në radhë parë në mendjet tona duhet jemi të hapur. Duhet jemi të hapur për ta pranu, por edhe për të mendu pak më thellë për këtë dukuri, për problematikat që përfaqëson edhe për mundësitë që mund të ketë për ta adresu. I bashkangjitet zemra, sepse duhet kemi ndjesi dhe pasion për këtë gjë. Duke qenë se ne kemi fëmijë nga gjithë Shqipëria, nga të cilët vinë tek ne me komisionim nga shërbimi social shtetëror. Prejardhja e tyre është nga veriu në jug. Do t'i thoja kishave edhe e cilësoj, jo vetëm kishave të Tiranës. T'jenë të hapur për të na vizituar. T'jenë të hapur për të krijuar aktivitete dhe projekte të ndryshme për të na mbështetur në punën që bëjmë. Dhe asnjëherë nuk e dim se ku është vullneti i Zotit dhe ku do na çojë puna e Perëndis në këtë bashkëveprim, në këtë ndërveprim me njëri tjetrin. Nëse secili prej nesh ndërmerr një hap të vogël, mund të ndryshojmë jetën e një fëmie që është në pritje. Në çdo fëmijë ka një histori. Në çdo histori ka mundësi për shpresë. Ti mund të jesh dora e zgjatur drejt dikujt. Ti mund të jesh familja që i mungon.